Si po e shikon situatën e protestave në Serbi, Grej? Tani situata duhet filluar njërë nga problemi. Çfarë ishte problemi që ne jemi të kjo situatë? Problemi tyre filloi me një stacion treni. Një stacion treni në Novi Sad, i cili struktura e tij ishte shumë e dobët dhe urrëzuar. Nga kjo njerëzit ishin të mërzitur me sistemin, mendojnë që sistemi ishte një sistem i korruptuar dhe asnjëri nuk pa merr përgjegjësi për këto që po ndodh. Dhe protestat, qëllimi kryesor ose qëllimi më i madh është se si ta heqim këtë burokracinë ose këtë sistem që është aktualisht, po deri tani nuk po i arrin qëllimin, le të themi. Pavarësisht se mund të kenë arritur disa gjëra deri tash. Po, dakor, mendojnë që këto protesta janë pikërisht nga pakënaqësia e madhe që ka kjo pjesë, kjo kategori që janë kryesisht studentët, pjesa opozitarëve, por dhe ata që e mbështesin partinë e presidentit Aleksandar Vučić, apo mendojnë që këtu i kanë futur duart edhe shërbimet e vendeve të huaja, kryesisht vendeve të cilat nuk janë pro. Shiko, influenca huaj mund të jetë aty, por rëndësi ka rrënja e gjithë kësaj gjëje, që rrënja është sistemi, le të themi, sepse nëse nuk do kishte problemet sistemi dhe influencat huajve, nuk është se do bënte diçka te populli që ata të ngriheshin dhe të krijonin këto lloj protestash. Ku është konkretisht problemi në sistem, Grej? Cili është problemi i sistemit? Korrupsioni i madh dhe jo marrja e përgjegjësisë së gjërave. Pra, siç thash një herë, ishte edhe pjesa e stacionit të trenit, që stacioni i trenit ishte ndërtuar aq dobët, dhe asnjëri nuk mori përgjegjësi që njerëz vdishën te kjo lloj gjëje, te kjo ndërtim. Dhe kjo ishte vetëm një nga rastet ose shtysa që njerëzit fillonin këto lloj protesta kaq të mëdha dhe për të studentëve, që është diçka për të admiruar dhe për të ndjekur, edhe se si rinia përgjigjet ndaj problemeve të shoqërisë. E qartë dhe shumë e drejtë, për shkak të ndjeshmërisë që ka. Ndërkohë që pikërisht në vrazhdën e këtyre protestave, me dorëheqje që ka ndodhur atje nga funksionarët e lartë, kemi dhe një vizitë nga djali i presidentit amerikan Donald Trump, i cili zhvillon takim me presidentin serb Aleksandar Vučić. I kemi parë gjatë ecjes në video imazhet që ne janë transmetuar, kemi parë duke biseduar, po ashtu kanë marrë pjesë dhe në një podcast. Për çfarë ka shkuar aty dhe çfarë cilësie ka vajtur aty zoti Donald Trump Jr. dhe pse mendon që është pikërisht aty? Është për të bërë lobim, është për shkak të ndonjë interesi personal apo është si përfaqësues i interesave të vendit amerikan apo një suport ndaj zotit Vučić? Si duhet ta lexojmë? Për vendimin tim nuk është se është tërë Amerika duke suportuar këtë lloj gjëje, por është ai personalisht djali i Trumpit dhe situata në Amerikë që mund të shihet këto kohë të fundit shumë kaotike, duke parë të tregun financiar i cili po shkon shumë poshtë momentalisht, asnjëri s'po merr përgjegjësi ose të thotë që situata është kështu, që situata vetë në Amerikë është shumë kaotike që thua të dalësh në një konkluzion që ky po e bën për këtë arsye. Për mendimin tim as vetë ata në këtë moment nuk e dinë se çfarë po bëjnë. Pa ti mendon që konkretisht nuk është se kjo vizitë ka të qarta qëllimshmëritë e veta se ku do çfarë produkti politik do rezultojë. Tregon një lloj mbështetje të tyre ndaj Serbisë, po arsyeja sepse nuk po e kuptoj, sepse duke parë dhe historinë dhe më parë dhe demokratët dhe çdo gjë tjetër çfarë ka ndodhur midis Kosovës dhe Serbisë, nuk është se Amerika ka pasur një mbështetje të hapur ndaj Serbisë, kështu që më duket e pamundur që edhe tash të jetë një mbështetje e hapur. Po ta vëmë re, Grej, unë kam parë që gjatë podcastit është një moment i cili është është pothuajse nuk është folur fare, sidomos në debatet, është folur shumë pak, kryesisht është folur në emisionin Jashtë Kontrollit, kolegut Redi Varaku, po kryesisht mediat e tjera nuk është se janë marrë shumë vëmre në një moment që në një imazh të hartës së Ballkanit, Kosova rezultonte si territor brenda Serbisë, gjatë bisedës që zhvillonte zoti Vučić me zotin Donald Trump Jr. Si e shikon këtë lloj simbolike në të cilën aty nuk i bën përshtypje që një vend i cili autonom, sovran, i cili ka fituar pavarësinë dhe ekziston si shtet dhe është i njohur ndërkombëtarisht dhe ka gjitha elementet e shtetit, pikërisht në një media serbe, në një komunikim me një nga zyrtarët më të lartë dhe kryesisht është një vend që ka pasur investimin amerikan për shkak të kësaj pavarësie që gëzon sot, kalohet kaq thjesht dhe pasqyrohet pikërisht në këtë lloj mënyre. Këtë nuk e di asnjë gjë marrësit, kjo deri diku mund të jetë një farë lloj lobimi, po ne po shohim dhe vetë nga Donald Trump dhe jo vetëm nga djali vetë që ata i ndryshuan dhe emrin në golfit të Meksikës duke vendosur golfi i Amerikës brenda territoreve amerikane në Google Maps, kështu që janë gjëra shumë të çuditshme dhe jo reagimi i njerëzve është diçka për t'u habitur sipas mendimit tim.
që si vetëm shkojnë, siç e the edhe ti. Po, pa ti mendon që këto mesazhe, këto verbe simbolike, këto gjëra në mënyrë se si pasqyrohen nuk është se do kenë në një qëllimsi politike që do rezultojnë në diçka konkrete. Të rezultojnë diçka konkrete nuk e besoj, sepse jemi vitin 2025, do ishte për të ardhur keq nëse po diskutojmë ato akoma këto lloj gjërash, po që arsyeja sepse është përdorur sipas mendimit tim është e gabuar, sepse duan të tregojnë diçka që nuk është realiteti për arsye vetjake, ose të lobojnë ose të tregojnë diçka që s'është aty. Siç po bënin me golfin e Meksikës gjithashtu. Pse çfarë po ndodhte me rastin e Meksikës? Për të kuptuar në regji? Po, domethënë Donald Trump ishte kur erdhi